Kryesia e Partisë së Lirisë miratoi vendimin e presidentit të Partisë Ilir Meta për të kandiduar për deputet në listën e hapur të koalicionit Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, në zgjedhjet për kuvendin e datës 11 maj. Fillimisht u diskutua se Meta për shkak edhe të rrethanave të tij, duke qenë në masën e arrestit, do të vendosej në listën e sigurt të koalicionit udhëhequr nga Partia Demokratike. Megjithatë, duket se vendosmëria e Metës ka prevaluar mbi qëndrimin e kryesisë së Partisë së Lirisë, duke kërkuar të jetë në listën e hapur. Presidenti i Partisë së Lirisë ka reaguar nga qelia, një ditë pasi kryesia e kësaj partie vendosi që ai të jetë kandidat për deputet në listën e hapur të qarkut të Tiranës. Me anë të një postimi në Facebook, kreu i Partisë së Lirisë thotë se pas sakrificë ekstreme nuk mund të ketë fitore madhështore. Pavarësisht se jam në kushte ekstreme izolimi, është detyra ime të udhëheq Partinë e Lirisë me shembullin tim dhe të luftoj me të gjitha fuqitë e mia për t'u treguar të gjithëve se kjo është një betejë që në radhë të parë kërkon sakrifica ekstreme për t'u fituar dhe jo llogari meskine, afat shkurtra, nga ata që mendojnë se politika është narrativ apo perceptim, shkruan Meta. Por kandidimi i Ilir Metës si deputet në listën e hapur të koalicionit Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ka shtuar entuziazmin në Vlorë. Tashmë Partia e Lirisë me sa duket synon që të ketë në listën e Partisë Demokratike për deputet të koalicionit opozitar 2 kandidat. Partia e Lirisë në Vlorë ka tashmë struktura të përgatitura dhe është gati të ndezë motorët si pjesë e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, duke dhënë kontributin e saj në këtë fushat për të maksimilizuar votën, por gjithashtu edhe për të marrë një rezultat pozitiv, duke patur, pse jo, 2 deputet në kuvendin e Shqipërisë nga qarku i Vlorës.